Fermerët kanë afat deri më 26 qershor për të aplikuar për përfitimin e subvencioneve në sektorin e bujqësisë dhe e blegtorisë. Në njësinë vendore të kujdesit bujqësor në Vaudeës, interesi i fermerëve ka qenë i vazhdueshëm gjatë ditëve të fundit, teksa shumë prej tyre po paraqiten për plotësuar dokumentacionin e nevojshëm. Përgjegjësi i shërbimeve publike në Vaudeës, Zef Pashuku, shpreh se aplikimet po vijojnë me ritme normale dhe fermerët po tregojnë interes për skemat mbështetëse të këtij viti. Fermerët e avancum që kanë investu në kulturat bujqësore apo në blegtori, ato janë fermerët pararoj të cilët pamundohen me gjithë veten e tyre në këto investime. Diçka që qalon është aplikimi për tokë, në bazë tokës që kanë, ku te dje ishte aplikimi për naftë. Tash me thënë të drejtën, tena sinqert, ka një farë hezitimit, parasysh se janë vënë disa kritere, të cilët janë bazë kritereve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas Pashukut, një nga problematikat kryesore mbetet mungesa e AMT-s dhe emigrimi i pronarëve të tokave, gjë e cila ka skualifikuar fermerët nga përfitimet. Ndarja e tokës gjithmonë ka me kenë gangren deri kur toka certifikohet. Diku mungon AMT-ja, diku janë fermerë që janë emigrim e nuk di ku i kanë. Skema kombëtare e mbështetjes synon të ndihmojë fermerët në rritjen e prodhimit dhe zhvillimit të aktivitetit bujqësor, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje të gjithë të interesuarve të përfitojnë nga afati mbetur i aplikimeve deri më 26 qershor.